Kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, së fundmi paralajmëroi se kalimi ilegal i këmbësorëve në Bitpazar duhet të mbyllet. Megjithatë, tha se pret mendim nga sektori i qarkullimit në qytetin e Shkupit, nëse do të ishte më mirë që të mbyllet kalimi dhe të lëshohet ura në përdorim apo anasjelltas. Por Gjorgjevski nuk është i vetmi që ka premtuar zgjidhje. Para tij do të ketë zgjidhje së shpejti, e kanë thënë edhe disa kryetarë të tjerë të Shkupit e të Çajirit. Nëse konstatojnë se ura është e papërdorshme, atëherë të mbyllin zyrtarisht dhe ta lëshojnë kalimin për këmbësor. E nëse është e kundërta, atëherë ta mbyllin vendkalimin dhe qytetarët të shfrytëzojnë urën. Kjo gjendje së shpejti do të konstatohet dhe besoj se këtë pranverë ky problem do të ketë zgjidhje. Kjo është punë e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Mbikalimi e di që është jo funksional. Ai nuk ka kaluar në Këshillin e Qytetit të Shkupit. Qytetarët nuk e shfrytëzojnë sepse nuk është funksional. Tek ne në qytet po punohet në zgjidhje serioze. Unë jam i mendimit që përkohësisht ta mbyllim atë urë dhe vendkalimin, do thotë apo zebrat i oficializojmë, vendosim në atë vendkalim ku kalojnë qytetarët zebra apo semafor së bashku me zebra aty. Ndërkohë tregtarët që gravitojnë në Bitpazar dhe Çarshi kanë theksuar se kalimi më së miri do të ishte të legalizohet, pra të vendosen vizë bardha dhe semafor.